Ka s'po qesin edhe qëta priveja. Miqtë të mi të dashur, rubrika e fundit për mbrëmjen e sonte, si që dini dhe ju, janë të patonat e kësaj jave. Ato të cilat nuk i thoni ju, normalisht se i themi ne. E shohim se çfarë ka të re për fytyrat tona publike. Këngëtarja Era Istrefi arriti të bëjë të duhurën me këngën dhe klipin e ri Pas Bomban. Redrumi i Erës gradualisht po arrin sukseset e pritura. Përveç kësaj, Era Istrefi po vazhdon të jetë një nga fytyrat më të kërkuara të markave ndërkombëtare. Tani ajo është bërë imazh i brendit Guess, ku reklama vetë se është incizuar në Hollywood e do transmetohet shumë shpejt. Me kaq për këngëtarën nuk do të mbaroj, ajo ka arritur të ketë kontratën nën vete me kompaninë Guess, e që në të ardhmen do të zgjerohet ende me marka tjera. Kjo nuk është e gjitha. Era u komentua edhe për vizitën e saj në studion e Jimmy Kimmel, por prive më son që ajo do të jetë edhe ftuar tek showmeni pas 2 muajsh. Teksa festivali Coachellës është ëndra shumë artistë botëror, e pikërisht në këtë ngjarje Era do të performojë para të pranishmëve si surprizë të dielën, kur edhe do ta mbyll festivalin. Erdhi me doza melankolike në baladën e saj të fundit të publikuar me 14 shkort, në zhanrin që edhe e duan shumica e fansave. Këngëtarja Soni Malaj korri sukses me përgjithmonë, por me verë në prag duket se koha është për projekte të reja e shumë ndryshe. Prive ka arritur të mësojë nga burime pranë këngëtarës se ajo po punon në projektin e ri në bashkëpunim me një talent të ri në menaxhimin e Liberian Selime. Kënga do të jetë zhanrit të reggae me tituj elektronik të mban vulën e DJ Aldos. Në vesh të saj, këngëtarja do t'i besoj sërish stilistit Joni Peqit, teksa Soni do t'rikthehet në kohë në stilin retro të viteve të 90-ta. Mbetet të shihet në pak javë se çka është përgatitur nga kjo dyshe që duket të jetë interesante. Kish mujt me kone thjesht jetas don filozofi, kur dy njerëz duhen, mes tyne ka kimi. Reperi 2x2 pas albumit të suksesshëm që nxorri në treg me titull 2020 po vazhdo punën së bashku me producentin Florent Boshnjaku dhe kompaninë monitoruese në YouTube Anima. Treshja kanë realizuar versionin unplugged të hiteve më të mëdha të reperit e njëkohësisht këto këngë janë vizualizuar me video apo thënë klipe. Kjo nuk është e gjitha. Këto versione të këngëve janë pakzuar me titullin Launch për faktin se janë të përshtatshme për veshjen, dëgjohen në çfarë do kohe. E gjitha nisi me 2x2, pasi që është reperi më i vjetër i kësaj kompanie në YouTube për të vazhduar edhe me emra të tjerë të estradës. E apasionuar pas famës ndërkombëtare, këngëtarja Bleona Qereti ka nisur punën për muajt e radhës intensivisht. Bleona është në përgatitje të këngës në gjuhën angleze për tregun amerikan, teksa tani gjen në Bullgari në setet e xhirimit të filmit më të ri me njërin nga aktorët më eminent në Amerikë. Po pas gjithë këtyre punëve, Bleona do të rikthehet në toka shqiptare për të punuar rreth këngës së saj të re në gjuhën shqipe. Pas që u bë mbi 10 vite që Bleona nuk ka një këngë në gjuhën amtare. Këngëtarja Dona Lalloshi, shumë aktive në mbrëmje muzikore dhe dasma, anash nuk ka lënë as punën në projekte të reja. Ndonë se angazhuar edhe në familjen e saj, tashmë 4 antarësh dhe bizneset me familjen, Lalloshi po ja del të koordinoj kohën kudo nga pak. E kontaktuar nga priveje, Dona konfirmoi se ka zgjedhur një projekt ritmik të kompozuar nga Fatmir Muja me orkestrim të Virusit, i cili duket jetë i duhur në prag të sezonit veror. Detajet tjera për post faktit që projekti mendohet të publikohet në muajin maj nuk janë bërë të ditura.